Është kënaqësi me qenë këtë festival me plot elemente të trashëgimisë kulturore në përgjithësi, veçanti kur jemi këtu në Ferizaj që është bë bashe e kulturës edhe trashëgimisë, por jo vetëm. Ferizaj nivet edhe për mikpritje. Prandaj, në emër të ansamblit Kastriotës si një koqer, e do në reni e venit gjithë këta musafir me një përshëndetje anekdotike të malësisë madhe për mikpritje. Atje, kur shkon musafir, i zoti shpise ngrej dolline i thot, mirë të shkel kama e mirë të folt goja, sa kofsh ernofsh, ti që erdhe, në kedit lume, në kedit gëzume me jeshu këtë ven e këtë kuven. Musafiri, në shaj respekti për zotin e shpise ngrej dolline dhe i thot, armiku kësoj shpje kost për të i ditit zi, me një kasol me kash si mrena si jashtë, e këto fjolli kopshin, si balta gardit, si larushkut dushkut, si samoni mushkut, si vana bardokut, si mjolti mustokut, i boft mirë stomokut e ju rritnerat zotit konokut. Basi banosh më karo një shorti e ronë sonte, me kalzu anekdotan këtë publik mrekullusho, se anekdotat e ka një tmet, stërpikin ka pak. Pile profesor Suleman Dërmonku anekdotën e krasën e Patligjonin. Patligjoni kur ka fol ka thonë kujdes kur do në me më kafshu, se stërpiku e ta morin një noti edhe ty edhe mu. Një malsore i vdes burri herët jet me të mi jetima. Kur urët në djemt u bon shumë të pasun, por një kësish kujdeseshin shumë për nonën e vetë. Një dit njëri prej djemve shkon shpi, kur shkon shpi, përshe nonën por rinë mazum. I thot mëj nonë, qka je pa qef? Je smuta, qka je pa qef dishka? Thot nuk jam smut, po i shot që është kua haqjit, tonë po shkojnë haqj, e unë nuk jam mirë për shnete, edhe fort marak po mjet me e vizitu qapën. Jo nonë, thot, e kem një zgjidhe, thot, ta kryun këta det. Hyp në kërë. E mur me kërë e qoj në prekaz, tek kompleksi Adem Jashari. Tha nonë falu këtu se qabja shqiptarve qëto është. Ploka pi thot për e birë, tha po kumnia atje që pe viziteshin edhe varin e pejgamerit. Hyp tha në kërë nonë. E mure qojnë Prishtinë Velani, të varë Ibrahim Rrugovës, tha palu se edhe kjo është një farë pejgameri i shqiptarve këto. E kryti edhe këta det, nona, aman më redjallë, tha po mjetë marak veç edhe një sen, tha fol, tha kumni që agje e gjujnë dreqin me gur. Nonë, tha po kalaj është këpun. E more që i të parlamenti, gjuj nonë, tha qëto se dreshit matë maj qëto i kena. Profesor Sami Bira, kur u takun pak më herët, pim ka i kafe me drejtor Musën, tha mos afer qka është puna që për një vjetë 3-4 pos zgjedhje. Dhe rëlloj profesor po ta tregoj një anekdot, besoj që thash e kupton kogja mirë. Një plak, verës, ish dalë në pazar, mes tjera shkuha Bostonit. Nalet me i dyqan, po e provën Bostonat me kokoll. Një ushtori këforit Amerikan, po e shedhe po bon siri. I thot një djallit që kishte përkthys aty, po i të thot atë plakin, qa po bon? Tha o qa po bon? Tha po e zgjellin një Bostan. Tha që studentja, po i pasha zotin, tha dhe matë mirë i bile. A dënë me provu, ja gjeti një me kokoll, e preu, Bostoni mirë se pratikën, ja dojti një sup, ja dha, ja më lëshiqer. Tash a ushtori këforit Amerikan, për thot, e ju shqiptar, me dit me zgjedh, parin, qësh po dishin me zgjedh, Bostonin lark ishim rënje. Interesi na myti bre, ka hidhen rrethin e ngusht familjar. Para luftën janë, i shku në Gjermani, e kish morë një gru me ngjyrë, zezake. Një 10-15 vjetë serdhiq, mas lufte, e kish morë grun me veti. Po kjoja kish mësu gjuhën shqipë dhe traditën shqiptare. Me që thatë atë natë që jërë, tonë familja dhe, që u pëlqeju heq. Nesën sabah, kur u qu, nusja, peshe plokin, thot, baba më në qove, ploki po këshyrë siri, tha, u qova brebi, e pim ka i kafe, olën po pin kafe, e nëzorin një qantën, e nëzorin një trushpare, tha, bob që të pare javë kemi prun, me maru shpis javë pas kanë kollë gjatë lufte. E nëzirë dhe i trushpare, tha, bob që të i kini me hangre, me pi qka të dëni, tha se në vitri bim prap.
Plokit i Ershira ju drejtu për i thot, bardho kja bobës bre. Ju falemderit.